Policia e shtetit ka zyrtarizuar këtë të mërkur ndryshime të reja në strukturat drejtuese të saj, ndërkohë që këto ndryshime kanë prekur edhe drejtorinë vendore të policisë së qarkut të Vlorës. Kështu Felix Hoda është emëruar të shmë shefi komisariatit të Sarandës, ndërsa Vendimi Meraj shefi komisariatit të Delvinës. Këto ndryshime vijnë edhe në kuadër të rikonstruktimit të strukturave në drejtoritë vendore të policisë së qarkut të Vlorës, ndërkohë burime nga policia e Vlorës bëjnë me dije se ndryshime ka patur edhe në strukturat të tjera drejtuese, kryesisht në zonat bregdetare. Ndërkohë mësohet se referuar pikërisht të komisariatit të policisë së Sarandës, tashmë Hoda është emëruar zyrtarisht pas ndryshimeve të shumta dhe pas aksionit të nisur edhe nga AMP-ja e policisë së shtetit rreth problematikave të shfaqura në komisariatin e policisë së Sarandës. Policia e shtetit ka zyrtarizuar këtë të martë një sër ndryshimesh dhe emërimesh të reja në strukturat drejtuese, si në nivel qendror ashtu edhe në drejtoritë vendore të policisë. Ndryshimet kanë prekur edhe drejtorinë vendore të policisë Vlorë, kryesisht në drejtimin e komisariateve të qarkut. Felix Hoda ishte emëruar shefi i komisariatit të policisë Sarandë, ndërsa Vendimi Meraj do të drejtojë komisariatin e policisë Delvinë. Lëvizje janë bërë edhe brenda strukturave të drejtorisë vendore të policisë Vlorë, ku janë kryer emërime dhe transferimet e efektivëve drejt zonave bregdetare, në funksion të riorganizimit të punës dhe përballimit të fluksit të shtuar të sezonit turistik. Sa i përket komisariatit të policisë Sarandë, emërimi i drejtuesit të ri vjen pas problematikave të shënuara në muajin e fundit, të cilat u pasuan me hetime dhe arrestimin e ish shefit të komisariatit. Me këto ndryshime, policia e shtetit synon forcimin e strukturave drejtuese dhe rritjen e efikasitetit në garantimin e rendit dhe sigurisë, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur qarku i Vlorës dhe qyteti i Sarandës përballen me një numër të lartë vizitorësh.